Një grua rreth 35 vjeçe është dhunuar në zonën e Skelës, në Vlorë, ndërsa po shkonte drejt banesës së prindërve të saj. Sipas dëshmisë së saj, ajo është sulmuar nga një person i panjohur në momentin e parë, i cili më pas është identifikuar si një shtetas me iniciale FD. Gruaja tregon se autori është afruar i maskuar dhe ka kapur nga qafa, duke ushtruar dhunë fizike ndaj saj. Sipas saj, shkak i ngjarjes është bërë një konflikt i hershëm për pagesat e mirëmbajtjes së pallatit, ku jetojnë prindrit e saj. Ajo pretendon se bashkëshortja e autorit, e cila prezantohet si administratore ose mirëmbajtëse e pallatit, mbledh prej vitesh pagesa nga banorët për shërbime si pastrimi, mirëmbajtja dhe ashensori, por pa lëshuar kupon tatimor. Sipas saj, këto para nuk deklarohen dhe përfundojnë në mënyrë të padrejtë në përfitim personal. Gruaja e dhunuar thekson gjithashtu se kjo nuk është hera e parë që familja e saj përballet me dhunë nga e njëjti person. Ajo deklaron se edhe babai i saj është dhunuar më herët nga autori. Ngjarja është denoncuar në policinë e Vlorës, ndërsa ajo apelon për ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet, duke theksuar se ndjen të frikësuar për sigurinë e tyre. Sot rreth orës 1:30 të drekës, duke shkuar në shtëpi, u del përpara një person i veshur me rroba të zeza, po kishte mbuluar gjysmën e fytyrës me kapuçin e xhupit, më shtrëngon për fyti dhe më shan. Pas një lloj arsye, me këtë person s'kam pasur kur asnjë konflikt, as fare as. Ky person është banor i pallatit ku jetojnë prindrit e mi, që është Fatjon Dervishi. Në moment kam lajmëruar policinë dhe e friksuar jam drejtuar banesës së prindërve të mi për të kërkuar ndihmë. Në katin e parë të pallatit, personi ishte në të njëjtën rrugë bashkë me mua, sepse dhe ai do shkonte në shtëpi, unë do shkoja të kërkoja ndihmë, sepse unë ndodha e vetme në mes të rrugës. Më dhunon përsëri, duke më kapur përsëri aq fort prej fytit, saqë për shkak të forcës që ushtroi ndaj meje, unë kam dashur t'i largohem nga duart dhe kam kryer nevojat e mia personale të pavetëdijshme për shkak të dhunës së ushtruar prej tij. Në ato momente, duke tentuar që t'i ikë nga duart, nxjerr telefonin për të lajmëruar për herë të dytë policinë që të vinte, më qellon në dorë, më merr telefonin dhe e godet në shesh që telefoni të thyej dhe unë mos kisha mundësi të telefonoja askënd. Kjo gjë ka ndodhur në prezencë të dy banorëve të tjerë të pallatit, të cilët janë dëshmitar të kësaj ngjarje. Dhe një tjetër, ta persona neve na monitorojnë gjithë lëvizjet, sepse kanë vendosur kamera në pallat, të cilët i mbikëqyrin vetë ato. Ka mbyllur derën e pallatit dhe është larguar. Neve nuk patëm mundësi të dilnim, pasi dera donte një çelës që të hapej. Dhe kjo është e gjitha. Vim në komisariatin e policisë, bëm denoncim për personin që më ka dhunuar në këtë gjendje dhe pasi mbarojmë denoncimin, familjarët e tij na presin jashtë derës së komisariatit dhe na kërcënojnë me jetë për gjithë familjarët.